أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين ثم أما بعد falenderimet, lavdrimet, gjitha adhurimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Allah në madhruar e falenderojmë, ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm prej Tij kërkojmë. E falenderojmë Allahun e madhruar për çdo mirësi, për çdo begati që na ka dhënë këtë botë. Në veçantë e falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë musliman, na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin për njeriu më të mirë që ka shkelur në fytyrën e tokës, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi mëshirë për gjithë krijesat, në veçantë për ta nxjerrë njerëzimin nga errësira drejt dritës së udhëzimit. Salavat dhe selamat qofshin edhe për familjen e tij të pastët, shokët e tij besnik të cilët sakrifikun për ta mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam deri në çastet e fundit. Elus Allahun e madh që na bëjë edhe neve prej atyre që kanë me pasu deri në momentet e fundit sunetin dhe traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu elus Allahun e madh që Allahu xhelle xhelalu të na pajis me dije të dobishme, atë që na ka mësuar të na bëj dobi, dhe elus Allahun subhanahu taala të na furnizojë me rizq halal dhe gjitha veprat të cilat i bëjna, Allahu azza wa jall ti pranon dhe ti peshon në peshorën e veprave tona. Gjithashtu elus Allahun azza wa jall në këtë ditë Ramazani që Allah i madhruar ti ndihmon vëllezërit ton kudo që janë. Ti ndihmon vëllezërit ton musliman anë kanë botës ku ju bëhet zullum. Në veçantë lutemi nga thellësia e shpirtit, nga thellësia e zemrës, këtë ditë bekuar të Ramazanit që Allah xhelle xhelalu ti ndihmon vëllezërit tonë në Palestinë. Elus Allahun azza wa jall që t'ju jep sabër dhe durim. Dhe gjithë ata që kanë shkuar te Zoti, Allah t'i pranon si shahida. Elus Allahun e madh gjithë ata që bëjnë shkatrim tokë, që mbitin fëmijë të pafajshëm, Allahu azza wa jall t'i shkatron mes vete, t'i dënon me dënimin siç e meritojnë ata. Ja Rabbel Alamin. Elus Allahun e madh të ndihmon musliman siç i ndihmoi në ditën e Bedrit, ku lëshoi me lajke, e lëshoi ushtrinë e vet nga qielli dhe i ndihmoi muslimanët. I lutem Allahut azza wa jall që Allah i madhruar të ndihmon ja Rabbel Alamin. Xhamat të nderuar, vazhdojmë inshallah me serinë e ligjëratave në komentin e surave të shkurta. Kemi arritur tek surja e radhës që renditet si surja e tretë e renditur në Kur'an. Është një sure e shkurt, bëhet fjalë për surën Al-Asr, ku besoj që shumica e dim si të vegjël dhe të mëdhaj, sepse është një sure shumë e shkurtër. Surja Al-Asr gjithashtu është një sure që ka zbritur në Mekë, është një sure që nuk ka shumë ajete, është një ndër 3 surat më të shkurta. Pra surat më të shkurta janë surja Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, surja Al-Kauthar, Inna a'tainaka al-Kauthar, dhe surja Al-Asr janë prej sureve më të shkurtra në Kur'an. Surja është e shkurtër, nuk ka shumë ajete, ka 3 ajete, por se është një sure shumë e madhe nga kuptimi i saj. Është një sure që përmban brenda saj kuptime të mëdha. Allahu te baraka ve taala e fillon këtë sure duke thënë Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën, wal 'asr, pasha asrin, innal insana lafi khusr. Me të vërtetë njeriu është në një humbje të sigurt. Me të vërtetë njeriu është në një humbje të madhe. Illa alladhina amanu, përveç atyre që kanë besuar, wa 'amilus salihat, kanë bërë vepra të mira, wa tawasaw bil haqq, e urdhërojnë njëri tjetrin në të vërtetë, wa tawasaw bis sabr, dhe e urdhërojnë njëri tjetrin në durim. Siç peshini vëllezër të nderuar dhe siç kemi shpjeguar edhe më herët, se Allahu xhelle xhelalu betohet shpesh herë në Kur'an në shumë gjëra. Dhe në kohën është betuar shumë ajete kuranore. Në shumë sure është kena thonë se është betuar kur e kemi shpjeguar ad-duha, pasha paraditën. Është betuar wal fajr, pasha atë mëngjesin e hershëm. Këtu është betuar wal asr, pasha kohën. Dietar
e kanë komentuar në çfarë kohë është betu Allahu te barek ve taala. Disa kanë thonë që është betu në kohën e umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka disa prej komentatorëve të Kuranit që kanë komentuar kështu. Disa kanë thonë që Allahu i madhruar është betuar në asrin. Asr i thojnë namazit e ikindis. Ju e dini se namazi i ikindis është shumë me vlerë, është shumë me vlerë saqë Allahu subhanahu wa taala e dalloi. Të gjitha namazet kanë vlerë. Peshkot e namazet gjithë kanë vlerë. Siç ka vlerë namazi sabat, që pejgamberi sa më tha për di sunetit sabat që i kush i fal njeriu, është më mirë për ta se sa dunjoi dhe çka kanë të. Për sunet, nuk flitet për farzet, për sunet. Allahu më dhura thot pse e kanë komentuar se është namazi i ikindis ose koha e ikindis, mesi i ditës. E kanë komentuar për arsye se edhe Allahu xhel në surën Al-Baqara thot hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Ruajini namazet e në veçanti namazin e mesëm të ditës. Wa qumu lillahi qanitin, dhe qëndroni para Allahut të përkushtuar të me plot përkushtim ndaj Allahut te barek ve taala. Nga kjo ajet disa dietar kanë thënë se Allahu i madhruar ka për qëllim el-asr, kohën e ikindis. Dhe është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë pejgamberi sa atij të cilit i ik koha e ikindis është sikur me ju shkatru familja dhe pasuria. Ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith për kohën e ikindis. Pse vëllezër të nderuar? Se zakonisht njerëzit e anashkalojnë kohën e ikindis. Zakonisht njerëzit e kanë të vështirë të jenë të zgjuar në kohën e ikindis. Qoftë ata që janë në punë, e shtin ose ma vonë, ose e vanojnë namazin, ose shumica prej njerëzve edhe çka e lojnë krejt namazin e ikindis, sepse është në mesin e ditës. Disa dietar tjerë kanë thonë që Allah i madhruar është betuar në përgjithësi për kohën. Është betuar në përgjithësi për kohën. Wal asr kanë thonë është dita dhe nata dhe 24 orë që është koha, Allah i madhruar është betuar në kohë. Allah i madhruar kena thonë që nuk betohet në diçka që është e pavlefshme, nuk betohet në diçka që është e vogël. Allah i madhruar kur betohet vetëm se tregon që ajo shumë është e madhe, shumë ka vlerë, shumë ka peshë. Aq më shumë është betu disa herë në Kur'an në kohën. Me vetëm qëllim që më na tregu se o robim, koha është shumë e vlefshme për ti. Koha është shumë e vlefshme për njeriu. O vëllezër të nderuar, na që jetojmë në këtë kohë, na që jetojmë në këtë botë, ai mjeti matës i joni që ka caktuar Allahu xhel xhel është koha. Dhe ne çdo çast, çdo moment që e kalojna një pjesë e jetës. Siç thoshte edhe Hasan al-Basriu, o robi i Ademit, ku një pjesë e jetës tonë ose një pjesë e ditës tonë kalon, vetëm se ka kalu një pjesë e jetës tonë. Sa më shumë që njeriu jeton, realisht është më afër vdekjes. Jeta është shumë e rëndësishme. Koha është shumë e rëndësishme në jetën e besimtarit. Besimtari duhet të jetë siçel. Besimtari duhet ta kuptojë mirë këtë ajet kuranor. Do ta ketë parasysh se Allahu është betu për me tregu se është shumë me rëndësi. Për arsye se për shkak të kohës njeriu nesër do të mirret në llogari para Allahut te bareke ve taala. Wal asr, pasha kohën. Thoshte Aliu radhiyallahu taala anhu, el waqtu kas-sayf in lam taqta qata'ak. Koha është si shpata. Koha është si shpata. Nëse ti nuk e pret, ajo do të pret. Nëse ti nuk e shfrytëzon me një çfarë mënyre, nëse ti nuk e shfrytëzon kohën, koha ec. Koha ec, vazhdimisht ec. Vitet e tua vazhdimisht ecin, jeta jote vazhdimisht ec. Nëse ti kohën tënde dhe jetën tënde nuk e mbush me veprat e mira, realisht je në khusr. Je në një humbje të madhe. Je në një humbje të madhe. Vëllezër të nderuar, një ditë kena më vetë për këtë mirësi, për këtë begati. Wallahi, nëse Allahu azza wa jalla ta ka mësuar dhe të ka dhënë mundësi që ti ende të jetosh, është një mirësi e madhe që peshorën e veprave tua ta mbushësh me vepra të mira pa Allahu azza wa jalla. Siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Njeriu më i mirë është ai i të cilit Allahu xhel xhelalu i ka dhënë jetë gjatësi, ama këtë jetë gjatësinë e ka mbushur me vepra të mira. Edhe në të njëjtin hadith, njeriu më keq ka thënë që ka jetë gjatësi, i ka dhënë Allahu xhel jetë dhe e ka mbushur jetën e tij me vepra të këqija. Domethënë, koha është gjëja më e shtrenjtë e njeriu. Wallahi, gjitha gjërat në këtë botë kanë mundësi me u kthi, mirë po, koha asnjëherë nuk ka mundësi me u kthi. Çki moment, çki rast që ne po qëndrojmë dhe falem këtë ikindi, s'ka më kthi deri në ditën e Kiametit. Andaj tha Hasan al-Basriu, tha thirr për çdo ditë
një zonë nga qielli dhe thot: "O biri i Ademit, o biri i Ademit, sot un kam ardhur për ti. Përgatitu dhe shfrytëzoj me vepra të mira, me vepra të mira, sepse thot unë kur të largon namaz nuk kthena deri në ditën e Kiametit. Nuk kthena më ditën e Kiametit. Kiças në këtë moment nuk kthehet më deri në ditën e Kiametit. Andaj Allahu xhalli xhelalu pra betohet në kohën për me na tregu se është shumë e vlefshëm. Ke kujdes, hapësit dhe mushë me vepra të mira, se nesër do të mirësh në llogari para Allahut azza wa jall. Wal asri innal insana lafi khusr. Para se të shpjegojmë ajetin e ditë vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për kohën, për vlerën e kohës, tha që igtanim khamsan qabla khamsin. O robi Zotit, shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 gjëra tjera. Në mesin e tretë tha wa faraghaka qabla shughlik. Kohën e lirë që ta ka dhënë Zoti xhelel xhelal para se të vinë koha që të bësh pastaj izan. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu, nuk kam e livrit kohën e Ademit alayhis salam, nuk kam e bë asnjë edhe një hap ditën kur dalmi para Allahut azza wa jall pa u vetë për 4 gjëra. Edhe derisa të vetet për kohën e tij, për rinin e tij, se si e ka shfrytzuar. Wallahi vëllezër të nderuar, po t'ja dinim vlerën kohës, pasha Allahun çdo çast, çdo moment do ta shfrytëzonim duke e kujtu dhe për kujtu Allahun azza wa jall. Andaj siç kanë thënë ulemat, frimarrit e birit të Ademit vlen për 2 gjëra. Një frimarrje duhet me bë istighfar dhe një frimarrje duhet me e falendëruar Allahun te bareku teala. Vazhdimisht besimtari duhet me bë vepra të mira. Andaj të parët ton e kanë çmuar shumë kohën. Sa që kanë thonë, po të kishmi mundësi, edhe ato i kanë pasë 24 orë, po kështu kanë thonë, për me najbon neve me dje, kanë thonë, po të kishmi mundësi, tu a blenim njerëzve kohën, do t'u a kishmi blen. Po a kishmi blen, pse e kanë ditë rëndësien e kohës? E kanë ditë rëndësien e kohës, koha e cila njeriu nesër do të mirët në llogari te Allahu te bareke wa taala. Thot pasi Allahu azza wa jall, innal insana lafi khusr, me të vërtetë njeriu është në një humbje të sigurt. Allahu azza wa jall këtu nuk e ka dallu kërkan. Nuk e ka dallu asnjë popull, më thon filan popull janë të humbur apo kjo rast e njerëzve është e humbur apo ki fesë jo. Allah azza wa jall ka përmend në përgjithësi njerëzit janë në humbje. Njerëzit janë në humbje. Si ta kuptojnë atë se njerëzit janë në humbje? Allahu azza wa jall na tregon që janë në humbje ata të cilëve ju ka dhënë Allahu azza wa jall kohë, ju ka dhënë shëndet dhe nuk e kanë besu Allahun xhelel xhelalu, nuk e kanë pasu sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë në humbje. Dhe Allahu azza wa jall me shumicë në Kur'an përmend që të humburt janë shumica. Ata që s'kan besu janë shumica, ata që janë humb, me ata të cilët ka mumbuar xhenemi janë shumica. Pse? Sepse nuk i kanë besu Allahun azza wa jall. Për këto e ka për qëllim Allahu azza wa jall. Innal insana lafi khusr. Për shkak se shumica e njerëzve nuk e din vlerën e kohës. Për shkak se shumica e njerëzve nuk i besojnë Allahun azza wa jall. Këtë të mirë që u ka dhënë Allahu azza wa jall, nuk din me shfrytëzu dhe nuk din me falendëru Allahun azza wa jall. Për ato njeriu vërtet është në një humbje të madhe. Pastaj vjen përjashtimi, jo krejt. Vjen përjashtimi duke i treguar Allahu te bareku ve taala cilësitë e atyre që shpëtojnë. Çka thot? Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Njerëzit në përgjithësi janë të humbur. Kush janë të shpëtuar? Illa alladhina amanu. Ata të cilët besojnë. Besojnë me zemër, e dëshmojnë me gjuhën e tyre dhe e praktikojnë dhe shfaqin me gjymtyrën e tyre. Illa alladhina amanu. Ata që besojnë Allahun azza wa jall, kanë thënë dietar këtu hin këtë kushtet e besimit, siç kemi thënë, besimin në Allahun, besimin në melekët, besimin në pejgamberët, besimin në librat e Zotit, besimin në qadan, qaderin dhe ditën e Kiametit. Ai i cili beson komplet këtu ka shpëtuar. Nuk ban pjesë tek ai khusri, ai humbje që Allahu azza wa jall përcjell nga sura. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. A mjafton me besu Zotin? Ja, nuk mjafton. Andaj është një mashtrim i madh tek njerëzit vëllezër të nderuar, është një mashtrim shumë i madh kur njerëzit pretendojnë që e besojnë Allahun azza wa jall, ama urdhat e Zotit nuk i krijnë. Ja, nuk ban fajte kjo te Zoti xhelel xhelal. Nuk i shkot Zotit duke menduar që veç e besoj Allahun xhelel xhelal, por jo me praktikuar. Allahu azza wa jall çdo herë që ka cek besimin në Kur'an e ka lidh dhe e ka bashkangjit me veprat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, walladhina amanu wa amilus salihat. Nuk ka ajet kuranor që Allah thot besimi në Allahun vetëm se e ka cek veprën mas. Që don me na bën me dije që nuk mundesh mu kanë musliman i mirë pa e bashkangjit praktikën, pa e bashkangjit veprën ma që e thu. Wa amilus salihat.
ata të cilat bojnë vepra të mira. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, ata që besojnë dhe këtë besim e manifestojnë jetën e tyre me vepra të mira. Duke filluar prej kushteve të Islamit, siç kemi thënë, e manifestojnë këtë iman, këtë besim duke fal namazin, duke agjëruar Ramazanin, duke dhënë zeqat, duke dhënë sadaka, duke agjëru, duke shku në hax. Kjo është praktika e asaj që ti e beson. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Pastaj Allahu xhelel xhelali vazhdon se si të atyre që nuk janë pjesë e kësaj humbje të madhe, pjesë e kësaj humbje të sigurt. Wa tawasau bil haqq. Janë pikërisht të njerëzit që fillimisht e përmirësojnë veten e tyre, e besojnë Allahun azza wa xhel, atë iman që e kanë e manifestojnë në jetën e tyre, nuk mjaftojnë vetëm me kaq. Wa tawasau bil haqq. Dhe janë ata të cilat këshillojnë në të mirë. Si ka mundësi me ka musliman i mirë, me thonë valla unë e besoj Zotin, unë jam mirë, e sheh vllahun tan duke bën gjuna, e sheh vllahun tan duke shkel kufit e Zotit dhe ti ndjesh mirë? Jo. Allah nuk thot për këta që janë të shpëtuar. Allahu i ka caktuar gjitha cilësitë atyre që janë të shpëtuar, të atyre që ka bu përjashtim. Ata që fillimisht besojnë, pastaj praktikojnë besimin e tyre me veprat e tyre, pastaj urdhërojnë për të mirë. A nuk kemi popull që Allahu i madhruar na ka dallu? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. E kemi thënë disa herë. Jemi populli më i mirë që na ka zgjedhur Allahu azza wa jall në mesin e gjithë popujve. Pse? Jemi popull që urdhërojmë në të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Dhe e besojmë Allahun xhallal xhelal. Wa tawasau bil haqq. Ama jo çdo këshill ndaj tjetrit është e drejtë. Allah thot ata të cilët e këshillojnë njëri tjetrin në vërtet. Sa ka thirrje vëllezër të nderuar në kohën e sotit që bëjnë thirrje në lajthitje, thirrje në rrugën e shejtanit. Jo. Allahu i madhruar këtu po flet për ata të cilët thirrin në rrugën e Allahut azza wa jall, në të vërtetën. Wa tawasau bil haqq. E këshillojnë njëri tjetrin. E shehullan e vet që është duke i bën zullum vetes së vet. A ka mundsi njëri mi bën zullum vetet? Ka shumë. Njëri i bën shumë vetes zullum, duke i shkel kufit e Zotit xhelel xhelalu dhe nuk e merr vesh.